Përshëndetje miq të emisionit Sfida Rinore. Sot programin tonë më kemi kushtuar fëmijëve, kontributit të tyre artistik. Artet i ndihmojnë fëmijët të shprehin kreativitetin dhe ndjenjat e tyre. Angazhimet në aktivitete artistike zhvillojnë imagjinatën dhe aftësitë krijuese. Artet gjithashtu rrisin vetbesimin dhe aftësinë sociale, duke i mësuar ata të bashkëpunojnë dhe të komunikojnë me njëri tjetrin. Aktivitetet artistike i ndihmojnë fëmijët të kuptojnë dhe të vlerësojnë botën rreth tyre. Artet ofrojnë mundësi për të përballur me sfida dhe për të organizuar arritjet e tyre. Prandaj sot kemi ftuar në program dy vajza të cilat merren me teatr, e ato janë Altea Bineri dhe Beatrix Majko. Ne si emisionit të rinjve i kemi ftuar gocat për të inkurajuar vajzat, por dhe çdo fëmijë që angazhohet në art, sepse fëmijët janë e ardhmja e vendit. Pra dua një duart orkitje të fuqishme, megjithëse jam vetëm, po dhe ju vajza do ndihmoni mua. Çabet. Atëherë unë besoj se jemi gati të fillojmë me pyetje. Pyetjet do jenë të shkurtra dhe jo shumë në siklet apo jo. Do rrim të lirshëm. Atëherë, pyetjet. Ti Altea më fal. Si do ta përshkruaje personazhin tënd Bufi? Dhe prit, më fal. Përse Bufin? Personazhin tim do ta përshkruaja pak si gazmor dhe mendje lehtë. Dhe mendje lehtë. Po. Po përse mendje lehtë? Sepse ai bën veprime që nuk duhet i bënte. Veprime të cilat lën për të besuar se ai është mendje lehtë. Po. Bravo, më pëlqen. Çfarë tërheqje ka Bufi për ty si aktor? Mua më pëlqen Bufi sepse ai është gazmor dhe më bën shumë për të qeshur. Qesh shumë ti kur e dëgjon atë besoj, ja? Po. Ua, gazmor ky. Po ç'është ky Bufi që se kemi parë? Jo, në fakt, për këtë teatr, domethënë kam qenë informuar sepse ky teatr është dhënë këtu e disa shumë vite më përpara sa dhe prindrit e mi dhe prindrit e çdo kujt që besoj se është e brezi 80 e pak i kam parë në televizor tek Radio Tirana, më duket, dilnin? Nuk e di. Atëre, si ndihesh kur je në skenë si Bufi? Në skenë ndiem e qetë, po ndiem dhe rehat që po bëj pjesën e Bufit. Po është diçka shumë e bukur. Është e bukur të shohë mamin, të shohë babi, të shohin shokët. Po shokët janë bërë xheloz që del ti aty dhe ata s'dalen, apo thjesht nuk ju pëlqen atyre, bëjnë se më ndjen më dhënë. Nuk i intereson fare. Ua. Po e din ata që kur të rriten do të shikojnë ty në televizor dhe nuk do shohin ata? Besoj se po. Ja, te ky ekrani këtu. Ky ekrani këtu. Atëre, cilat janë disa nga veprime më të rëndësishme që Bufi bën në shfaqje? Me aq sa mban mend ose nëse Po. Bufi në shfaqje shpërndan në ftesa për miqtë e tij që janë të ftuar te ditëlindja e Bardhoshes dhe bën veprime pak si bën delikat. veprime të bukura që i bëjnë fëmijët për të qeshur. Mund të të pyes për diçka? Po. Atëre, dhe pra pse ishte kaq dinake? Sepse ajo për dhuratën që do t'i çoja unë në Bardhoshes, njëre Çelma na therash, ajo kishte hedhur ilaç i gjumit që të neve të flinim dhe kjo të na kap, të na hapte. Bravo! Aty. Dhe një pyetje tjetër. Po. Kush e luan personazhin e Dhelprës? Personazhin e Dhelprës se luan Beatrix Majko. Ua! Ti e luan personazhin? Po. Prandaj të erdhi për të qeshur kur thashën që po paskene i qendeliga më. Bravo shumë të madhe, por nuk më the diçka tjetër. E ke mësuar këngën e Bardhoshes? Po. Vërtet? Po ke turp të ma tregosh pak si është kënga? Jo, nuk kam. Atëre gati, kamera është e gjitha për ty. O lejlek s'qep kallam, nesër mbrëma je i ftuar, se Bardhoshja ka ditëlindje. Hë pra fola je i gëzuar? Bravo, 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 goca. Atëre, kam disa pyetje tani për Dinaken që kemi në studio. Se je Dinake, je Dhelpra, mos e merr për ofezë. Atëre, Beatrix, si është Triksa si personazh dhe çfarë të tërheq ty tek Dhelpra? Dhelpra është një personazh i zgjuar dhe pak dinake. Pak dinake, po pse nuk është shumë dinake? Se ajo për dhuratën që do t'i çojë Bardhoshes, hodhi ilaç gjumi.
Po sepse ajo është pak dinake, sepse është dhe zgjuar, sepse e bëri bufin që ai t'ja merte. Ua, po ata do t'i hante ajo, do vendu t'i hante. Qa? Apo les, s'ka i më së mërzit. Qëfar do të thot për ty, Triksa, të jetë një dhelpër dhe si e shfaq këtë rol? Të jesh dhelpër do të thot të jesh dinake, po dhe zgjuar. Unë e shfaq këtë rol si një dhelpër e vërtet, për sepse më pëlqen dhelpra, personazhi dhelprës. Bravo! Po në jetë, je dhelpër? Po, I lë shokët të kopjojnë të provimi, apo jo, s'ndodh? varet. Varet, pse varet? Po sepse kur ata më kërkojnë ndihmë, ja them. Ja thua. Po nëse është në një shoqe që nuk të pëlqen, nuk ja thua? Po varet edhe mund t'ja them kur ka nevojë. Bravo, bravo. Cilat janë disa nga mësimet më të rëndësishme që ke mësuar nga puna në teatr? Disa nga mësimet më të rëndësishme që kam mësuar në teatr janë që ne duhet të jemi mirënjohës për atë që bëjmë, duhet të jemi të zgjuar dhe të lexojmë sa më shumë libra. Të lexojmë sa më shumë libra, është një librat janë jeta, librat janë çelësi i dijes, janë çelësi i suksesit që ta dinë gjithë. Edhe unë pse nuk I kam shumë qef, po që gjithsesi kur më duhen do I lexoj, s'kam çfarë bëj apo jo. Ju duke kështu djalë I zgjuar unë apo? Lë për të dëshiruar, bravo. Të gënjeva. Në madhë. Atëre, si të ka ndihmuar kjo shfaqje në zhvillimin tënd si aktore? Kjo është pyetje për të dyja gocat, ë? Kur ti e lexon një poezi për shembull dhe përpiqesh ta mbash mend, çfarë bën? Unë e lexoj disa herë derisa të më fiksohet. Nuk duhet ta lexoj dhe ta them direkt, se pastaj të harroj direkt. Bravo. Dhe puna me aktorët kështu është, e lexon rolin, e përmirëson dhe del në skenë thua. Po. Ti, kjo gjë të ndihmon? Po. Të ndihmon shumë. Po. Vërtet shumë. Po për ty, si është? Kur duhet të mësoj ndonjë poezi ose ndonjë teatr, në fillim unë I lexoj vetëm pjesët e mia, jo dhe jo të personazheve të tjera. Pastaj, nëse nuk më fiksojnë, I shkruaj edhe ndonjëherë në një fletë të papastër dhe pastaj e përsëris derisa ta mësoj. Kështu mësoj unë tabelën e shumëzimit. E keni mësuar tabelën e shumëzimit? Po. Çfarë klase ishit ju vajza? Unë jam klase 5. Klase 5. Po ti? Klase 6. Klase 6. Pse ti je më e madhe se ajo? Se bëj shaka. Ku e bëni shkollën ju vajza? Unë e bëj te Koto Hoxhi. Edhe unë Te Koto Hoxhi dhe unë kam qenë zënës I shkollës mëdhjeçare Koto Hoxhi. Përshëndesim gjithë stafin pedagogjik që ndodhet aty. Atëre vajza. A ke pasur ndonjëherë ti Beatrix nevojë për ndihmë nga aktorët e tjerë gjatë shfaqjeve? Po, kam pasur sepse në fillim kur unë e mora tekstin në dorë, kisha pak ndihmë, pasti e pash shfaqjen disa herë në telefon, mora tekstin e mësua. Ja, doli puna, kaq ishte. Po ti? Unë e lexoj teatrin dhe më fiksojnë direkt, pasi edhe shikoj edhe një herë shfaqjen, e shikoj na 2-3 herë dhe pastaj lexoj edhe një herë skenarin dhe e mësoj. E mëson, atëre vajza një bravo shumë e madhe. Atëre, sa herë keni dhënë shfaqje ju vajza? Për herë e dytë që japim pasi kemi dhënë dhe vjet një shfaqje e titulluar Miruku, ishte një djalë që nuk donte të bënte shumë punë, por në fund ai e pësoi, sepse Timri nuk I dha 3 muajt e tij. Si s'ja Dhe ka ai nuk u rit. Ua, po si s'ja ka vënë emrin Devi, ha? Po me thënë të drejtën unë jam rritur, s'ka rëndësi shumë. Atëre vajza, pse mendoni se është e rëndësishme që fëmijët të jenë pjesë e shfaqjeve teatrale? Pse mendoni se shokët tuaj duhet të marrin pjesë në për aktivitete? Ata duhet të marrin pjesë që të bëhen Më social, të bëhen më social. të bëhen të mençur, të zgjuar. Bravo, më pëlqen. Po ti apo e njëjti mendim si shoqe? Edhe të argëtohen. Dhe për argëtim, shikoni vajza kur merret një punë, puna është dhe punë, po është dhe argëtim. Dhe argëtim. Çdo lloj dite që ne kalojmë, qoftë e bukur, qoftë e mërzitshme, në fund ne nxjerrim një mësim, apo jo vajza. Dhe çdo mësim që ne marrim është edhe një pjesë për t'u argëtuar, për të mësuar diçka të re. Po.
Mësimet janë qef apo jo? Po. Jo, kush ju gënjeu? Kush ju tha që mësimet janë qef? Ja, se bëj shaka, mos u mërzisi sa seriozisht i merrni. Si është të jeni dy aktore të reja dhe të keni një audiencë përpara? Por në fillim ne duhet të heqim të tëra emocionet. Emocionet, duhet të shkundësh emocionet, ë? Po, dhe pasi dalësh në skenë pa emocione. Po si kur të ngelen një emocion në xhep, si ja bën? Nuk të ngelet jo. Të ngelen me se s'bën. Ja për shembull, unë kur fillova të moderoja këtë emision kaq të bukur me atë bashkë moderatoren time që e përshëndesim nga ekrani sot se na ka lënë dhe vetëm. Isha pak i ngurcuar, jo kisha zor, kisha turp. Pastaj dola për një kafe me kamera dhe ja, ku jam sot, pa turp, pa problem, Atëre vajza, unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sot, jeni të dyja shumë vajza të zgjuara të bukura dhe unë shpresoj që ju të nxjini dhe 112 shfaqje të tjera. Se vërtet e meritoni. Dhe një duartërokitje po të madhe i kësaj radhe, jo aq të vogël, se sikur jemi nga Gjirokastra. Ne nga Gjirokastra jemi, po çdo. Bravo! Atëre miq të dashur të emisionit Sfida Rinore, sot ishim me dy vajza shumë të talentuara. Dhe herën tjetër do t'ju ftojmë përsëri, se do vini përsëri, se s'keni ç'bëni, do rini në shtëpi, do lexoni libra. Atëre miq, duke ju puthur bashkë me vajzat, ne ju urojmë natën e mirë dhe shihemi në emisionin e radhës.